Lirohen sa më shpejt se mbahen padrejtësisë dhe i bëj apel gjithë shqiptarëve ai që ndin vetin shqiptar që është në bashkangjitin për protestën. Sa që jem, edhe gjithë këty në nemën, këty në flasë, sa më shpejt më liruhet papajshme. E të arrestohen udhboshat që kanë masakruar dhe kanë vrarë. Lirohen ushtarët e UÇK. Nuk kam marrë për politikanë shqiptarë, se këta janë këtë korruptuar, po kam marrë për çak shqiptarë. Jem për krajet çlirimtarëve, fol tyne, sot Kosova plotëson lirshëm, fol tyne fëmija shkojnë në shkollë lirshëm, fol tyne çdo infrastrukturë në Kosovë që u po, çdo arritje që u po, është bërë përmes tyne. Tu i fillu prej policisë, prej ushtrisë, prej gjitha, domethënë i kem fol çlirimtarëve. Një herë për gjithmonë. Le të vendosë drejtësia në vetë. Herën e, domethënë, vitet e para pas luftës, kemi posur pa drejtësi ndaj Ramush Haradinajt, ndaj Fatmir Limajt. Tani me sandej ka ndodhur në gjykata e Ulmikut në Kosovë, gjykatë që u komun për mendimin tim inkriminuese, gjykatë e padrejtë, tash e Uleksi pa të marrë pyetje, tash drejtësia përsëri në gjykatë e specializuar që po qysh po quhet ashtu, me urna me dëshmi të fabrikuar prej Serbisë. Ata janë gjithçka për Kosovën. Ata janë arkitektat e ushtrisë lirimtare, e pavarësisë të Kosovës, domethënë na pata nuk e di as edhe si shtet, domethënë nuk jem të formum, nuk jem tamam kur na mungojnë lirimtarët tonë. Kjo është diçka shumë e vogël që mujna me bon na për ta. Që ata të jenë sa më shpejt në mesin tonë, të jenë aty ku duhet me konë, se në fakt ata na i kanë vjedhë. Aty kemë na presidentin, dy kryetarët kuvendit, e kemë deputet, domethënë ata janë kreu i shtetit. Ka shtet pa ta. Ju shihni sot s'kem qeveri, s'kem kuvend, s'kem shtet në Kosovë. Pas lirimtarët s'ka shtet. Kosova nuk jeton pa ta.